Ndërsa në 2-3 vitet e fundit plazh vit është tentuar të rikthehet vetëm pushuesve vendas apo të huaj, problematika duket se mbetet ende prezente. Kjo lidhet kryesisht me automjetet të cilat qarkullojnë përmes plazhit apo automjetet të cilat zënë hapësirën, të cilat mund të shfrytëzohen edhe nga pushuesit. Duket se një situatë e tillë na përsëritet edhe këtë sezon turistik, kryesisht në zonën e plazhit të vjetër, për cilën ende nuk është gjetur një zgjidhje. Në gjithë këtë hapësirë shikon automjetet parkura deri afër Bregdetit, duke zënë pikërisht hapësirën që mund të përdoreshin nga pushuesit vendas apo dhe të huaj. Me 10 automjete parkohen çdo ditë përgjatë Bregdetit të Vlorës, duke u kthyer në një problem shqetësues për pushuesit vendas dhe të huaj. Në shumë raste, mjetet vendosen vetëm pak metra larg vijës së detit dhe shumë pranë çadrave. Prania e automjeteve në hapësirat e plazhit përbën edhe rrezik për sigurinë e pushuesve, veçanërisht për fëmijët e vegjël që lëvizin dhe luajnë pranë çadrave dhe bregut të detit. Në zonat bregdetare nevojitet përcaktimi i qartë i hapësirave të posaçme për parkim në mënyrë që automjetet të mos futen deri në vijën e parë të plazhit. Po ashtu, monitorimi i vazhdueshëm nga policia rrugore dhe ajo bashkiake mbetet i domosdoshëm për të parandaluar këtë fenomen. Policia rrugore dhe policia bashkiake kanë vendosur një sër masash administrative me gjob, ndërsa shumë prej automjeteve janë larguar nga Bregdeti. Por pavarësisht masave të marra, situata vijon të përsëritet. Numri i automjeteve që parkohen çdo ditë në Bregdet, madje edhe shumë pranë vijës së detit, mbetet i lartë, duke bërë të nevojshme shtimin e kontrolleve dhe marrjen e masave të vazhdueshme për garantimin e sigurisë së pushuesve.